Me pankarta në duar, qindra qytetarë janë mbledhur sot në sheshin Skënderbej për të protestuar kundër ligjit të barazisë gjinore. Protesta erdhi si një reagim pas miratimit të këtij ligji në parlament javën e shkuar, i cili sipas organizatorëve, Koalicioni Pro Familjes dhe Jetës, cënon identitetin kulturor dhe moral të familjes shqiptare. Me legalizimin e këtij ligji ne humbasim të gjithë, më shumë me familja, më shumë me Shqipëria. Të gjitha këto arsye që ju dëgjuat sot, ne jemi të vendosur ta kundërshtojmë këtë ligj, duke kërkuar referendum popullor. Asgjë nuk do ta ndajë për të mbetur Shqipërinë. Në protestë të gjithë pjesëmarrësve ju dha mundësia të nënshkruanin edhe peticionin, ku i kërkohet presidentit mos dekretimi i ligjit të barazisë gjinore. Nëse do të shkatrosh një kombë, shkatro arsimin, shkatro familjen. Kjo ka mbetur, le të bëjmë bashkë, ta kundërshtojmë për fëmijët tanë, për ne. Natyra e ka përcaktuar dhe është më e madhe se sa neve, se sa dhe vetë krijuesi që njeh dy gjinin mashkullore dhe gjinin femërore. Çdo gjë e bërë në epruvet si një laborator, mendoj që është merr një vlerë antinjerëzore. Organizatorët u shprehën se betejë e tyre kundër këtij ligji do të vijojë dhe se janë të përgatitur të dërgojnë atë në gjykatën kushtetuese, por dhe në një referendum bar popullor, pasi të kenë hequr të gjitha pengesat teknike të organizimit të referendumeve.